Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vështirësohet e qarkullimi i lëvizjes në Maqedoninë e Veriut. Ndalohet qarkullimi i mjeteve të rënda në rrugën Struk-Qaftan. Një njoftimi zyrtar thuhet se nga ora 5:15 vendosen ndalim qarkullimi për automjetet e rënda të mallrave në aksin rrugor Struk pikë kalimit kufitar Qaftan. Rreshi bore me intensitet të ndryshëm janë shënuar dhe në Kumanov, Straçin, Krushev, Zheleznic, si dhe në qafat malore, Strazhe, Bukov, Gjavad dhe Presek. Për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës në aksin rrugor Tetov-Kodra-Diellit, nga ora 9:25 është vendosur ndalimi për qarkullimin e autobusëve, ndërsa për automjetet është detyrueshme përdorimi pajisjeve dimërore zinxhir, ndërsa për shkak të protestës së fermerëve grek, duke filluar nga data 8 në pikën kufitare Niki, ndalohet lëvizja për automjetet e mallrave për 48 orë të ardhshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përmbytjet shënojnë dhe viktimën e parë në Shqipëri. Një 54 vjeçar punonjës i ndërmarrjes komunale plazh në qarkun e Durrësit u gjeti pa jetë një kanal kullues në afërsitë të ishre partit ushtarak. Dyshohet se ai është marrë nga rrjedhë dhe ujit pasi kishte shkuar në zonë për verifikimin e situatës në kuadër të detyrës së tij për shkak të problematikave të shkaktuara nga rreshtet dhe vërshimet e ujit. Të paktën një person ka mbetur lënduar kur një mjet borpastrues në rrugën e Arbrit shkaktoi një aksident të trefisht, teksa po pastronte të borën në afërsi të tunelit të Murizit. Në anën e Klosit, mjeti borpastrues goditi një automjet tip Volkswagen që lëvizte në drejtim të Tiranës. Më pas makina u përplas dhe me 2 automjete të tjera. Si pasojë, janë lënduar disa persona ndërsa drejtuesi i mjetit Volkswagen u dërguar në spital për ndihmë të specializuar. Pas Novoselës urdhërojnë evakuimet të banorëve dhe në fshatin Feras në Fier dhe Suk dhe Katundiri në Durrës. Evakuimi do të kryhet pasi përmbytjet rrezikojnë jetën e këtyre banorëve. Merret Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu njoftoi tejkalim të kuotave maksimale në lumin Vjosa dhe rrezikun e përmbytjeve të fshatrave që banojnë në këto zona. Akset rrugore në Shkodër, Korçë, Kukës, Gjirokastër, Dibër, rruga Arbrit, rruga e Kombit dhe Llogara janë të mbuluara nga dëbora. Policia e shtetit paralajmëron se qarkullimi është i vështirë në zonat malore. Sipas saj, automjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimërore dhe zinxhir, ndërkohë vijon pastrimi dhe kriposja e rrugëve. Policia e shtetit apelon për drejtuesit e mjeteve që të rrisin vigjilencën të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe udhëzimet e policisë, si dhe përdorin mjetet dimërore në akset rrugore ku është e nevojshme. Në rast nevoje për ndihmë, bëhet thirrje për të telefonuar tek numri pa pagesë 112. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se vendosin në rrezik jetën e banorëve të prekur nga përmbytjet për të shmangur përgjegjësinë e qeverisë. Në një konferencë për shtyp, Berisha deklaroi se 10 mijëra qytetar kanë banesa dhe bizneset e përmbytura, ndërsa jeta e tyre është në rrezik të drejtë për drejtë. 10 mijëra qytetar kanë shtëpitë e tyre të përmbytura, kanë bizneset e tyre të përmbytura, kanë jetën e tyre të kërcënuar. Qeveria, narkoqeveria, jo vetëm që nuk vendos gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila detyron ta shtuquajturin shtet të mobilizojë të gjitha burimet për të ndihmuar, për të shpëtuar, për të nxjerrë nga rreziku banorët e zonave të kërcënuara, të përmbytura, por shondje një tallje cinike në cilën pretendon se opozita po e akuzon për përmbytjet në Greqi dhe në Itali, një fantazi e smure, një fantazisti të sfazuar. Duke u ndalur tek situata në Durrës, Berisha pranoi se rreshtet e dendura janë shkaku kryesor i përmbytjeve, por theksoi se situata është përkeqësuar nga gjendja katastrofike e kanalizimeve dhe mos funksionimi i hidrovorëve. I pari ka disa porta që nuk i funksionojnë. Të paktën gjysmë e portave të Porto Romanos nuk funksionojnë, nuk evakuojnë, kurse hidrovori i Hamallës i ka pompat e djegura. Përveç kësaj, kanalizimet janë bllokuar me ndërtime të tjera ose nuk janë pastruar. Pra, në këtë situatë, gjithçka favorizon ujin për të përmbytur qytetarët, shtëpitë, bizneset e tyre. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.